Përveç kësaj pjese aktive në fushata, pra në pjesëmarrje aktive në politik, ju keni kontribuar edhe si prefekte e qarkut Shkodër, si mëkëmse e qeverisë në qark, për gati 5 vjet. Dhe kjo besoj është një eksperiencë e bukur e juaja, sepse unë vi vetë edhe nga një përvojë në prefekturë, por në atë kohë në fakt ka pas një dinamik më të gjerë dhe një fushë përgjegjësie më të lartë prefektura e qarkut, sepse ka pasur në mbulim dhe fushë përgjegjësie të saj dhe zjarr fikse dhe auditin e brendshëm e njësër për shembull vareshin direkt drejtorat rajonal nga prefekti. Pra fusha e kompetencës ka qenë më e gjerë. Por sot kanë ndryshuar gjërat. A mendoni ju se roli prefektit ka ardhur momenti që të ndryshojë edhe mos të ngelet vetëm një noter i verifikimit të ligjshmërisë së akteve të këshillave bashkiak? E mendosha edhe kur para se të marr dhe këtë përgjegjësi si prefekte, hyra dhe lexova si zakonisht për të ditur se çfarë hapi po bëj edhe çfarë përgjegjësish do të marr. Lexova ligjin dhe të them drejtën nuk është se ishte i keq. Kishte nevojë për përmirësime, por okay. Realiteti ishte krejt ndryshe. Të them të drejtën vitin e parë, ndoshta nga që ne ishim edhe bashki Shkoda kishte një bashki të djathtë dhe roli prefektit ndoshta ishte edhe bashkinë Qendër Qarku e kishte. Ishte ma i dukshëm dhe kishe mundësi për me ballafaqu ose për me dhënë orientime, ose kishe faktorin që drejtorat rajonal ishin më tepër të lidhur me prefekturën e kishin koordinim. Në hapat e matejshëm, pastaj dhe gjatë takimeve që në bashim edhe me prefektet e qarqeve të tjera, veshim dhe filloj gjithë një ma shumë me u zbe, me u pa roli i prefektit në praktik, dhe më thanë është krejt si që thoni ju një noter për të mandatuar ose për të verifikuar vetëm ato aktet normative të këshillave bashkiak. Dhe them të drejtën përse duhet nëse metet i limitum deri këto. Për mos të thënë që po vetë drejt nocionit të qarkut që nuk ka ende një funksion. Është ne kemi dhënë direktivat tona, janë marrë disa mendime, kemi dhënë verdiktet edhe diskutime shumë të vlefshme për të përmirësuar edhe për ta zbatu atë çka do të thohet në ligjin e prefektit, shpresojmë që të merren vendimet e duara dhe të jepen kompetencat e duara dhe me reformën kam idenë që do të marrë tjetër dimension edhe roli i prefektit duke patur parasysh edhe vendimarrjen e qarkut e kompetenca që do t'i lehen. Në fakt prefekti është një institucion që ndron në nivel vendor, ndërsa Këshilli i Qarkut është një institucion vendor në nivel të dytë që e quan ligji. Besoj ka ardhur koha që këto të shkrihen mbase në një institucion i cili të ketë më shumë kompetenca në rang qarku, pra mos të ekzistojnë dy institucione paralele që po thuaj se nuk kanë asnjë rol në fakt dhe në zbatueshmërinë e ligjit. Çfarë sugjeroni ju nëse do të ishit antar e Parlamentit shqiptar? Çfarë do të sugjeroni për ndryshim për ligjin për prefektin? Unë mendoj dhe sugjeroj që roli i prefektit duhet të marrë vendin që takon. Në qoftë se ne themi është me këmbë si i kryeministrit, do të thonë më fal, por është roli më përkëmbur. Nuk ka asnjë lloj soi vleret as honorifike vetëm për me shku me vu kunora, me marr kunora, me batë noterin e asaj. Kështu që erdhi një moment, si thosh edhe unë, po e shifsha veten për çfarë duhet më për më ndajt këto. Kështu që domethënë nuk e kisha të përmbushjen motivi, je demotivuar sepse nuk ke një rol aktiv edhe për të rregulluar gjërat ose edhe për të sugjeruar ose edhe për të thënë këtu nuk shkon kjo gjë ose për thënë roli i drejtorisë për shembull drejtorat rajonal duhet me do e mos të kenë varësi nga prefekti sepse kontakti i parë që ato do të raportojnë për vendimarrjen, për ecurin, për kontrollin. Po jo, prefekti është kryetari i shumë task forcave, është kryetari i shumë bordeve.
Dhe në qoftë se ti nuk ke tagër të kërkosh llogari ose të marrësh ndonjë mas ose të bësh një sugjerim për drejtoritë rajonale, më fal atëherë për çfarë më thënë ti minimumi kur nuk propozon institucionalisht, po themi me shkrim, drejtori i mbërkatës nuk të paktën duhet një bashkëveprim edhe në vendosjen e drejtorëve rajonal. Patjetër, duhet unë them që ligji më parshëm ka qenë më funksional dhe duke i dhënë një rol prefektit edhe vetë impakti i tij në qark ishte më i ndjeshëm dhe disa punë bëheshin më mirë. Kur e lexova ligjin, të them të drejtën, e mora edhe me seriozitet. Edhe vitin e parë fillova edhe me temp, edhe me nerv. Mirë po shikova mandena se vendoseshin nga drejtuesit e qarqeve, vendoseshin nga nuk kishte një respektim që ti të lesh hapësirë për me dhënë gjurmentale. Kështu që e kupton e shikon veten me të ardhë keq. Ndaj, me që jemi këtu në qarkun e Shkodrës dhe po flasim edhe për riorganizimin e pushtetit lokal, edhe në nivel të dytë apo edhe në bazë njësie vendore. Çfarë mendimi keni ju për riorganizimin e pushtetit lokal, referuar reformës territoriale e cila në këto ditë ka pasur tempin e vet nëpërmjet dëgjesave me komunitetin. Malinda, si e mendon qarkun e Shkodrës, për çfarë ka nevojë, për çfarë ndryshimi ka nevojë, apo nëse edhe nuk ka, jeni ju pro apo kundër reformës territoriale? Jo, në një farë se duke pa dhe realitetin edhe njekjen e vazhdueshme gjatë këtyre 5 viteve, kam pas se nuk është e nevojshme shumë për me pas kaq bashki qarku i Shkodrës. Do të thosha, jo vetëm nga numri i popullsisë se ka shumë emigracion, por qoftë edhe nga sipërfaqja e bashkive që mulojnë. Unë një sugjerim do të kisha për shembull puka me fusharsin. Pse duhet për me kenë 2 bashki të ndryshme. Edhe si relief, edhe si numër popullsijet, edhe si identitet kulturor, edhe si, domethënë nuk kanë çanda. Ndryshe është malësia e madhe, qoftë edhe si numër sipërfaqe, qoftë si identitet ekonomik, kulturor, apo edhe gjeografik, ka një specifik të veçantë që nuk mundesh me e bashku, as me Shkodrën dhe as me tjerë. Ndryshe është Shkodra dhe Vaudesi e Bushati, më kupton që janë zona më turtura dhe kanë marrë. Të ndaj malësia e madhe në 2 bashki ka qenë propozim, besoj krau të djathtë. Mu nuk ma do menja që edhe krahu i djathtë apo dhe krahu i majtë jenë dakord. Unë nga ana praktike dhe nga ana e punëve dhe nga mendësia, mentaliteti, gjeografia është shumë e vështirë për të bashku për ta bashkuar ose për t'ia qasur një bashkie tjetër.